Këta dy, po them, deputet, ministrat asaj kohë të zhvillojnë garën. Por nga që janë adem bazë ka pasur një mbështetje të hapur për Lulzim Bashën. Lidhet me nuhatjen politike të zotit Berisha që Lulzim Basha e meriton? Lulzim Basha ishte investim personal i Sali Berisha, kurse Sokolov Dashi ishte një politikan që kishte mbështetjen e doktor Berisha, pa diskutim. Askush Partinë Demokratike nuk ka bërë karrierë pa mbështetjen e Sali Berisha, zërat janë qarta. Kurse Sokolov Dashi kishte ardhur vetë në Partinë Demokratike, që në gjimnas, që në Durrës. Kurse Lulzim Basha ishte pjesë e kopit dhe patjetër kishte mbështetjen e doktor Berishës. Dhe ajo garë pastaj na qoj ku na qoj. Nuk ishte Lulzim Basha kandidati më i mirë për qenë kryetari i Partisë Demokratike dhe ndoa ato që ndoa. S'po them e keqja më e madhe, keqja më e vogël, ai ka koston vetë tashmë është harruar, nuk ja vlen për të marrë fare me Lulzim Basha. U bë kryetar bashki, u bë kryetar partie, nuk diti të vlerësoj investimin që është bërë. Aq më tepër nëse hipoteza, nëse bëri pazare politike me Edi Rame do të ishte shumë e turpshme. E besoni ka bërë? Nuk jam i thar i teorive konspirative. Unë e kam takuar Lulzim Bashën pasi është zgjedhur. Dhe i kam thënë, Lulzim është gjatë tepër e rrallë karrierën politikan që bëhet kryetari i partie, në rastin e Shqipërisë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, janë si Real Madrid dhe Barcelona, që ishin kulmin e vet, kam dashur edhe unë i thash kandidoj, s'më kanë lejuar. Megjithatë do ta kesh mbështetjen time patjetër, edhe për të mos krijuar përplasje të panevojshme, por ke një përgjegjësi shumë madhe. Duhet ta vlerësosh gjithë të investimet që ka bërë Partia Demokratike për ty nga 2005. Se nga 2005 në 2003 për 8 vite të arrish majat e karrierës politike janë raste të rralla. Gjeni, Einsteini po të ishte nuk do kishte këtë rezultat. Ndërkohë që s'kishte shkëlqyer as tre si ministër, as si kryetar bashkie. Kjo është e vërteta. Dhe dijen pritshmëritë, i kam thënë doktor Berisha në atë kohë zgjuar që nuk është kandidat për kryetar Partisë Demokratike. Nuk ka përqendje suksesshëm. Sigurisht e kam thënë 2005 nuk është për mendimin tim personal, nuk është kandidat. Si kjo mbështetje, ky investim kaq i madh për Lulzim Bashën? Po mirë, ai kishte moshën patjetër për të bërë karrierë politike, por u mbështet shumë artificialisht. Dhe moshën e ka patur dhe shumë. Mbeti, dakor. Mbeti, se po mirë me historinë. Mbeti artificial politik, por është e tejkaluar. Mirë. Le të kemi të garë. Do të ishte mirë të kishte garë. Nuk ka pasur garë. Jemi ku jemi. Zoti Berisha është kryetari i Partisë Demokratike. Kemi kuvend ditën e shtunë. Do zgjidhet Këshilli Kombëtar. Nga Këshilli Kombëtar kryesjell dhe drejtuesi i politikë. Sërish kryetari i Partisë Demokratike. Po a do ketë prurje të reja në strukturat e Partisë Demokratike, në organet e tjera? A do ketë garë reale? Si rregull duhet ketë garë. Apo do mbeten të njëjtët? Si rregull unë jam për rotacion, ju dini, unë jam gjithmonë për rotacion elitash. Aty mund t'i kemi shok, miq, kolegë kanë kontribute, por është momenti që të ketë një reformatim të leadershipit. Po a do ketë zotë Bibera, çfarë besoni? Tani ju e dini shumë mirë si funksionon. Për këtë duhet pyetur doktor Berisha, jo Aleksandër Bibera. Do bëhet gara, do ketë gara. Po duhet ketë gara. Gara parë të tjetë pranë të Këshillit Kombëtar. Pastaj Këshilli Kombëtar sipas statutit zgjedh kryesinë dhe nën kryetaret, sekretariatet bashkë me kryesinë. Kështu që mendoj që duhet ketë garë, mendoj që duhet ketë rotacion, sepse kam thënë dhe them aty kemi politikanë dhe drejtues Partisë Demokratike që janë votuar kurrë. Janë pa votuar. Në sensin je votuar deputet liste, unë nuk e quaj vot, liste mbyllur, dhe je i emëruar, nuk është vot, u bë bashkimi, po themi, i pjesës rithemelimit me fraksion Lulzim Bashës, janë pa votuar, kështu që unë jam për njës votuar. Për emërimin e Gazmend Bardhit. Po nuk ka rëndësi, kushdo që tjetë. Pati goxha diskutim lidur me këtë. Ka edhe të tjera, po nuk ka rëndësi. Politikani për mu pa vota nuk është politikan. Kjo është koncepti im për politikan. Pa vota, as i sekons dhe pranoj as i lloj mandati. Ka debat të brendshëm real sot në Partinë Demokratike? Jo, s'ka debat. Nuk. Ka pluralizëm mendimi? Nuk ka frym debati, nuk shoh se ka pluralizëm mendimi. Natyrisht, nuk është edhe niveli i Partisë Demokratike 92-shit, grupi parlamentar 96-s, 2005-s, kur deputetët zgjidheshin me vot popullor. Ajo votë kam thënë, ajo votë është e shenjtë. Ajo votë të bën deputet. Kurse kështu deputet e provete, je kryetari i partisë është drejtor, ti je emëruar nga drejtori që të emëron dhe shkarkon sa herë të doje.
kurse mandati deputetit është vullnet i popullit, qenë lashësi, që janë senatorë në Normën e lashtë, në Greqinë e lashtë, janë njerëz të votuar. Pra na edhe kanë qenë të pushtetshëm dhe të fuqishëm, sepse ke marrë votën e popullit. Dhe kur bëhet fjalë për interesa kombëtare, patjetër çdo individ që është votuar do mbrojë interesin e kombit. Zoti Beberaj, pse është kështu politika sot? Pra ju vazhdimisht nuk është më si atëherë, e keni përsëritur disa herë, nuk është më partia si atëherë, nuk është më politika si atëherë, nuk ka më demokraci si atëherë. Ju na merrni vazhdimisht në telefon për ftesa në studio dhe absolutisht unë ju falenderoj. Dhe më thonë gazetarët, është filani, si njoh. Kryesisht nga pala tjetër. Është ministër, nuk e njoh. Futem në internet, nuk gjej asgjë gjë. Është deputet, futem në internet, i them jep 5 minuta. Ç'a debati do bësh? Por kishe kënaqësi të bëje debat me profesor Luan Hajdaragën dies pas, me profesor Marko Bellën dies pas, me Namik Doklen, edhe me Fatoslanon, e me shumë të tjerë. Sigur se kemi pas edhe ne elitën. Tani është çështje brezash? Jo, është çështje e inflacionit politik të jashtëzakonshëm. Futëm para ca kohësh do ta tregoje këtë në një librari. Unë kam jetuar te Lagja 5. Lagja 5 ka qenë historikisht Stalingrade. Pra edhe në zgjedhjet e 22 marsit, edhe në zgjedhjet e 22 marsit e vitit 92 ne pesën e kemi humbur. Ka fituar Fatoslano. Futëm për të blerë libër edhe po më shikote. Do të pyeste, sa më fal deputeti jeni po. Më falësi e keni e thash filane. Tha, kam respekt për ty, tha, dhe po ta jep librin. Po për deputet, nuk kam libra për të shitur. Original, I thash fat, po ti ke dalë për shitur. Jo, tha, e keni ul aq poshtë nivelin, sa në 10 turp, tha, ti shes një deputeti libra. Unë ndjeva keq për jetë vërtetës. I thash, po ke rregull, mos ma shitot, jo, tha, ti je tjetër gjë, për te modestisë. Që kanë shumë niveli. Fatkeqësisht, duhet ishte e kundërta, por do të thënë, që ta kuptojmë, ka rënë niveli, ka inflacion politik, sepse këta përzgjedh sot kryetari, këta do të ketë kryetari. Po pa diskutim, kryetari i zgjedhë ndryshimet kushtetuese 2008 kanë qenë vrastarë për demokracinë shqiptare. Me ato ndryshime kushtetuese, shihve çfarë i bëni dera më poshtë. Sot përzgjedh këta kryetari, jo se nuk ka politikanë integritet. Pa diskutim, po më falë, po përse përzgjedh po të futemi në databazë e ka bërë Afrim Krasniqi, listën e deputetëve të gjithë legjislaturës, me qenë se është edhe politolog, pra mirët me shkencat politike. Sa doktor shkenca shkesa në parlament, sa profesor ke? Pse dia ka me të një. Po dakord, Sali Berisha ishte atëherë kryetar, Sali Berisha është sot. Po çfarë ka? Është trendi, është trendi tepër negativ. PD dhe PS si parime enëve komunikuese, pra ka ul niveli njëra, ka ul edhe tjetra nivelin. Natyrisht, po të rikthehemi në retrospektiv, so më shumë se me aktualitet me histori. 97 uli shumë nivelin politik. Pastaj u ngrejt përsëri. Dhe 2008 pastaj ndryshime kushtetuese ishin vrastare për demokracinë. Sepse nuk ka mod deputet që kryetari ishin interesuar për të futur në lista që të fitojnë vota. Ky është problemi më i madh. Në atë kohë, edhe zoti Berisha, edhe zoti Nano ishin të interesuar për të pas listë personalitet. Pavarësisht se e ditë që ky nuk është ushtar i bindur. Është senator, nuk është ushtar i bindur. Pse? Sepse fitonte votat. Dhe kur i bëte llogarit, më mirë thoshte unë të fitoj, po themi 71 mandate dhe unë bëhem kryeministër, se gjithë aksionet politike shkojnë kryetarit partisë e bëhet kryeministër. Se sa riskoj që të kem deputet që si njeh as lagja, as komshiu, as familja si voton. Kam një pyetje lidhur me listat e hapura. Ka qenë një pragmatizëm politik i kryetarëve të partive i jashtëzakonshëm, por që ka shkatruar demokracinë. Është vrarë demokracia shqiptare, edhe pluralizmi. Listat e hapura. Një kandidat i cili është në listë të hapur, sa e shmang mundësinë që ai të blej vota? Dëgjoj, blerë votash ka pas, edhe në Shqipëri me sa duhet do të ketë gjithmonë. Por listat e hapura ose sepse ky vit që është në listë hapur është një politikan. Bruna, kur janë bërë debatë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike në 2008, unë kam qenë kundër ndryshimit kushtetues, jam i tharë sistem magjoritar, dhe është sistem emblem i së djathtës botërore. Është paraqitur një argument që sistemi magjoritar vin të fortë dhe i blen votat. Është argument që nuk është se nuk qëndron, por shifi listat e mbyllura ose të hapura. Tashi, nëse përpara ai e blet elektoratin, sot shko votot
kryetari i partisë.